Një anije tregtare me flamur iranian është goditur në orët e para të sejntes në ujrat e Gjirit të Omanit në një incident i cili ka ngritur shqetësime të reja për sigurinë detare në rajon. Lajmi është konfirmuar nga autoritetet lokale iraniane dhe është raportuar nga Agjencia Iraniane e Lajmeve. Sipas guvernatorit të qarkut Shirik, mjeti lundrues me kapacitet rreth 150 ton dhe në pronësi të banorëve të këtij rajoni, po transportonte mallrabaz nga porti i Kasabit në Oman drejt brigjeve iraniane, kur është goditur nga ajo që zyrtarët iranian e përshkruajnë si një raketë e dyshuar amerikane. Ngjarja ka ndodhur rreth 5 milje detare larg portit të Kasabit, në një zonë me rëndësi të veçantë strategjike pranë ngushticës së Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme të tregtisë globale të energjisë dhe transportit detar. Autoritetet bëjnë doditur se 5 anëtarët e ekuipazhit kanë arritur të shpëtohen menjëherë pas incidentit nga anije të tjera të cilat ndodheshin afërsi. Më pas ata janë transportuar në Oman, ku sipas informacioneve paraprake ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Deri në këto momente nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga autoritetet amerikane lidhur me pretendimet për përfshirje në sulm. Ndërkohë, shkaqet dhe rrethanat e plota të incidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa pritet që hetimet dhe verifikimet zyrtare të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen.